Unë kisha, në aspektin e trajtimit efikas, kisha përmend rastin një pacientës time, e cila ka qenë moshë shtyrë, dikun rreth 60 e sa vjeqe, e cila ka vujt për një poliartritit reumatoid me shumë nyje me lëvizshmëri të kufizuar, e cila në ndërkohë sepsa dhe shoku septik nënkuptojnë një çrregullim sistemik të organizmit që shoqërohet me çrregullimin e funksionit të organeve dhe me dështimin e funksionit të organeve. Për këtë arsye, këtu figuron CMOF, multi-organ failure dhe MODS. Sepsa dhe shoku septik kanë definime të ndryshme në bashkëmëri kush si i kap. Por në esencë, paraqet një reakcion inflamator i shkaktuar nga burimi infektiv, pra nga infeksioni, dhe i cili rezulton me çrregullimin e funksionit të organeve dhe me një vdekshmëri të lartë deri në 50%. Dikun në vit, rreth 750.000 vet, vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vdesin prej sepses dhe gjendjes septike. Në aspektin epidemiologjik është shumë e përhapur, praktikisht është në tërë botën. Për shkak se ka shumë sëmundje të cilat edhe në aspektin e zhvillimit të vet normal, fazën septikemike e kanë në patogjenezën e tyre. Bie fjala se kemi si janë sëmundje ciklike, brucelloza, tifoja. Pra do thotë shkaktari hyn në gjak, generalizohet dhe pastaj nga vatrat në periferi reaktivizohet edhe një herë. Sa do të shkaktohet sepsa të një pacient, apo jo varet prej shumë faktorëve. Në radhë të parë është agresiviteti i agjensit, pra do të shkaktarit. Në radhë të dytë është forca imune e personit i cili është i afektuar, dhe si rezultati këtyre dy interakcioneve do të kemi ose shërimin, ose do të kemi manifestimin klinik të gjendjes septike. Ka shumë shkaktar, krejt ato bakteriet të cilat i kemi mësuar neve, viruset, purdhat, shkaktojnë sepsë. Por, mas shpeshti, dhe ajo që ka ne mas shumë të na intereson, janë shkaktarë të veçantë të cilët karakterizonin me një vdekshmëri të lartë dhe shpeshtësi më të madhe.
bie fjala meningokoku, gonokoku, kanë një manifestim klinik krejt të ngjajshëm, pra dhe ke mundësi që në bazë të tablës klinike lehtë ta vëjmë diagnozën. Por kemi edhe shkaktarë të tjerë të cilët shkojnë me shok gram negativ, pra kryesisht bakteri gram negative, që shkojnë me hipotension dhe kanë vdekshmëri të lartë, siç është E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus, Pseudomonas e të tjerë. Si rezultat i luftës midis mikroorganizmit dhe makroorganizmit vije deri te ajo që ne emërtojmë sot SIRS apo Systemic Inflammatory Response Syndrome ose reagimi sistemik inflamator. Edhe ky karakterizohet praktikisht me krejt manifestimin klinik të sepsis që ne kemi mësuar dhe dim. Dhe sot, nga aspekti patofiziologjik, sepsa mund të definiohet përgjigje sistemike inflamatore kundër infeksionit. Me temperaturë mbi 38 ose 96, pastaj kemi me frekuencë të pulsit mbi 90, me frekuencë respiratore, pra me rritjen e frymarrjes mbi 20, ose rritjen e presionit parcial të CO2-shit mbi 32, dhe kemi leukocitozë ose kemi leukopeni. Por kusht është që 10% e formulës leukocitarit janë forma të reja. Po a thua është SIRS i shpesht, shumë është i shpesht. Dhe ka shkaktarë shkaktarë të ndryshëm, bie fjala. SIRS është ky rrethi këtu që shifni. Ndërsa infeksioni është ky rrethi tjetër. Jo se cili SIRS është seps. Jo se cili infeksion është seps. Dhe jo se cila bakteremi është seps. Pra, këtu nevojiten këto që të kenë interakcionet ndërmjet makro dhe mikroorganizmit, të ekzistojë përgjigje inflamatore sistemike dhe të manifestohet gjendja klinike e sepsis. Por a thua ka një shkaktar tjetër që mund të emitoj SIRS-in edhe sepsin? Po, e keni traumën, djegjet, e kemi pankreatike. Dhe njëkohësisht diçka që nuk kam evidentuar këtu është sindroma Dresser, që parasitet si gjendje pas infarktit. Duke u nisur nga këto fakte, kemi shumë definime të sepsis. Infeksioni konfirmuar plus 2 kriteret të SIRS-it, sepsi i randë është plus një sistemi i organeve i cili disfunksionon me prani të shokut septik dhe multi-organ dysfunction. E sakt dhe fakti pa mohueshëm është që sepsa të definohet si shok septik duhet të shkojë me hipotension. Përkundër faktit që ne ja kompenzojmë lagjet, tensioni nuk rikthehet. Moci është rregullimi i organeve në distancë dhe këtu kemi një diagram të cilin praktikisht bëhet një përmbledhje krejt atyre që thamë më lartë. Nuk është patogjeneze lehtë, patogjeneza e sepsis. Për shkak se ne kemi shumë mediatorë të cilët kanë përgjegjës për çështë reakcioni sistemik inflamator. Pra do të kemi mediatorët inflamatorë që lirohen dhe shkaktojnë vasodilatacion dhe disfunksionin e endotelit, që pason me hipotension, me trombe mikrovaskulare, vazokonstriksion, edem, çrregullim dhe shpërndarjen e qarkullimit të gjakut, që organet ta shëmbesin pa gjak shkojnë drejt iskemisë, iskemia dërgon drejt tek vdekja, dhe vdekja që lidhet çantash këtë që përmendëm prej fillimit disfunksion organit, pra organet pa nuk mund ta kryejnë punën ashtu si duhet. Ka shumë faktorë të cilët definojnë fatin. Kemi pacientat që për shembull vinë në fazën e hershme, pra faza e hershme, kur ka nivel shumë të lartë të citokinëve, vlen përshtypjen që pacienti është shumë i randë. Shumica e bakterieve janë brenda leukociteve, pra do thotë e ka aftësinë fagocituese të mirë apo normale. Dhe në fazën e dytë vjen deri te rramja e nivelit të bakteremisë, rramja e nivelit të citokinëve dhe shërimi. Por ne kemi pacientat e tjerë të cilët bie fjalë na vinë, nuk duken keq. Por kur i marrim parametrat inflamatorë janë keq.
Dhe çka kemi? Kemi plot bakterie jashtë leukociteve, kurse brenda leukociteve nuk kemi atë fagocitozën vrasëse si duhet. Dhe çka ndodh në fazën e dytë, veç sa vinë rriten citokinet, rritet bakteremia dhe këta pacientë zakonisht kalojnë keq. Kush bën pjesë në këtë grup? Kryesisht janë pacientët të cilët kanë sëmundje kronike, pra që kanë reumatoid artriti, pastaj sëmundje tjera hematologjike, sëmundje tjera maligne. Por mos harroni, është edhe një faktor. Është faktori për shembull i moshës, pra në ekstremet e jetës, te i porsalindurit dhe tek të moshuarit. Pastaj janë dietat të ndryshme të cilat sa janë bërë modë madhe. Pra e rregullojnë komplet metabolizmin si duhet organizmit. Manifestimi klinik i sepsis është i përgjithshëm, pa marrë parasysh shkaktarin, pra shkon me jetë, me leukocitozë, takipne, takikardi, ulje të rezistencës periferike vaskulare dhe njëkohësisht për disfunksion të organeve. Këtu në këtë tabelë nuk kam provu të bëj një farë klasifikimit midis simptomeve të cilat ndërlidhen. Njëra është në raport me ndërlikimet e sepsis dhe tjetra është në raport me manifestime klinike. Shumë çka prej ndërlikimeve i gjonin në tablën klinike të sepsis. Dhe shumë çka që mund gjinet si simptom parsor mund gjinet edhe si ndërlikim. Realisht, nëse ndalim edhe shohim, ethet janë simptom, pa dilem. Temperatura është simptom, dridhjet janë simptom, hiperventilimi e përmenem simptom, hipotermia simptom. Lezionet lëkurore, dikush të më falni, nuk janë, për shkak se këto shkojnë si ndërlikimi sepsis, por realisht janë simptom të shumica. Dhe ndërlikimet e statusit psiqik, pra çrregullimi i pacientëve, çrregullimi psiqike të pacientëve të smurë. Si ndërlikimi i komplion hipotensionin, si ndërlikim gjakderet lëkurore, pra ja ku i patë këndë lezionet lëkurore, leukopenin, për shkak se leukocitet harxhohen gjatë procesit e trombocitopenin, trombocitet harxhohen gjatë zhvillimit të dikut, apo koagulimit të dëshmenuar intravaskular. Pastaj, dështimi i organeve vjen si pasojë e qarkullimit të vaskularizimit dhe qarkullimit të gjakut dhe njëkohësisht vdekjes indore që përmenem më herët. Dhe ku dalin këto? Kryesisht ku dominojnë? Dominojnë në mushkëri, dominojnë në veshkë, dominojnë në melqi dhe në zemër. Çka rezulton në zemër? Është pamjaftueshmëria kongestive, pra zemra është në diastol. Zakonisht tash i gjani shokun, e gjani si shok septik. Në aspektin klinik ne ndajmë dy faza. Në fazën e parë që është shoku i ngratë, pra kur e prek një lëkurën, është e djersitur, është e ngratë. Edhe kemi fazën e dytë të shokut septik, që është shoku i ftoftë. Pra do të thotë kur me vasodilatacioni ka kry punën e vet, pra do të nuk mund të kthehet. Zakonisht, shoku i ngratë emërtohet si hiperdinamik, për shkak se hala është në çakullu gjaku më me shpejtësi, ndërsa kjo është hipodinamik, ku do të thotë edhe organet parenkimatose ma nuk furnizohen me oksigjen me gjak si duhet. Në aspektin patofizjologjik dhe klinik, rezulton depresioni i miokardit, rezultojnë çrregullimet vaskulare, pra do të qoftë vazokonstrikcioni në organet caktuara dhe vasodilatacioni në organe tjera, që rezulton me çrregullimin e profuzionit të organeve, që rezulton me çrregullimin e raportit të furnizimit dhe të harxhimit me oksigjen të inëve, që rritet metabolizmi biotinik për çdo shkallë për 8 deri në 10 herë, dhe si rezultat i kësaj çka ndodh? Mungesë të oksigjenit zhvillohet me glikoliza anaerobe dhe pra kemi acidozë metabolike të cilave rezulton në stadiet finale. Kur kemi një infekcion lokal, pa reakcion sistemik, kur kemi një infekcion lokal, por ka reagu me leukocitozë të shtuar, pra do të diçka ka ndodhur në organizëm, ka filluar me reagu ndaj saj. Niveli i tretë është përgjegjja sistemike imune, pra do të thotë kanë filluar mediatorët e inflamacionit të zhvillohen. Niveli i katërt është veç kur fillon çrregullimi i metabolizmit të oksigjenit dhe niveli i pestë kur paraqitet dështimi i organeve dhe shoku septik. Përgjegjja ndaj infeksionit stadi i parë, një sasi e vogël e citokinëve të cilat hyjnë në gjak stadi i dytë, për çfarë kemi pra do të thotë atë fazën e
leukocitozës, kemi përgjigjen akute inflamatore. Mirë po, haloj kemi mediatorët e vrullshëm të inflamacionit, si është interleukina 10, PG2, i kemi nivelin e lartë të receptorëve antagonistët citokineve. Pra do thotë, kjo është hala përgjigje modifikuar e mirë. Dhe njëkohësisht e kemi kur dështon kjo, pra do thotë çfarë kemi? Kemi dështimin e kontrollit të kaskadës inflamatore dhe si rezultat i kësaj vije deri te humbja e integritetit kapilarëve, pastaj prodhimi nitric oxid, edhe shëgullimi mikrovaskular dhe në fund disfunksion e organeve. Është rëndësishme për shkak se është shkaku kryesor i morbiditetit dhe mortalitetit në botë. Është shkaktari i parë i vdekjes në njësit jashtë njësive koronare të mjekimit intenziv. Është shkaktari 11 i vdekshmërisë në përgjithësi në botë. Vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth 750.000 vdesin brenda vitit. Nëse kjo tash shtjellohet për ditë, do të thotë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 500 vetë të vdesin në ditë prej sepsis. Një krahasim midis sepsis, gjakderës në tru, karcinomës së mushnive dhe karcinomës së qilit. Kjo është vdekshmëria, shifre. Këta 3 shkaktarë nëse i mbledhni, në përqindje nuk marrin jetë më shumë sa që merr sepsa në botë. Si duket ky raport ndërmjet këtyre 2 grupe, pra mediatorëve antiinflamator dhe mediatorëve proinflamator, është ai që definon fatin e pacientit, a do të shpëton apo nuk do të shpëton. Përgjigjja është e qartë. Dështimi i funksionit të organeve. Praktikisht nëse 3 sistemet të organeve janë prek, 80% vdesin veç ditën e parë të sepsit. Për dallim, nëse një sistem i organeve është prek, gjasa që të mbijetoj janë të mëdha, pra. 60% e pacientëve mbijetojnë. Por nëse janë 3 sistemet prekura, shifne, veç nga dita e 5 s'ka mbijetesë. Pa marrë parasysh, a trajtohenin në Prishtinë, a trajtohenin në Europë, dikon apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëllimi strategjik i trajtimit të sepsës është përmirësimi i perfuzionit të organeve, pa që këtu ishte krejt problemi. Organet përmbesin pa gjak. Pra qësh cilat kanë qenë strategjitë? Në një konë rritja e vëllimit efektiv gjakut. 2. Monitorimi hemodinamik, pra do të për me monitoru ka përshpërndarë gjakut. 3. O konë terapia e hershme me antibiotik. Edhe kjo terapi të fillot sa më herët tek pacientët jo të pritet që të zhvillohen fazat të vona. Dhe çka ka rezultuar me këtë? Me këto 3 veprime kemi arrit 16% për me reduktu riskun absolut nga vdekja. Kemi arrit në 39% për me zvoglu riskun relativ nga vdekja. Dhe e kemi ullë vdekshmërin në fazat finale, pra në ditën 28 dhe në 60, pra kur pritë pacienti për shku në shtëpi. Dhe kemi arrit që nësi kemi detektu herët, kemi pas ma pak t'japin nevoj për infuzione, ma pak për transfuzione, ma pak për substanca vazoaktive, dhe njëkohësisht e kemi shkurtu kohën e qëndrimit në spital. Si kemi arritur? Pra do të kemi arrit në dhënien e substanca vazoaktive, pastaj nëse këto të sipërme të kanë qenë jo efikase, kemi kalu në epinefrin dhe kombinimin e tyre. Strategji
ka qenë çdo herë largimi i burimit të infeksionit, pra qoftë me drenazh, qoftë me marrjen e mostrave, identifikimin e shkaktarit dhe dhënien e antibiotikut sipas antibiogramit. Pastaj kujdesi veçantë të pacientit për shkak të sindromit mikotit gjatë është ushqimshmëria, pra do të qoftë ushqim parenteral ose qoftë ai ushqim enteral, dhe njëkohësisht kujdesi veçantë do të kushtohet dhe substancët të cilat kanë veprim në rrënjën apo depresionin e sistemit imun. Sot kemi mundësi patologjie të trajtimit, pra dhe nëse vjen deri insuficiencia akute renale kemi dializën, nëse kemi nevojë për substanca vazopresore kemi dhe kardiostimulatore kemi mundësi dhe i kemi. Nëse vjen deri insuficiencia akute respiratore kemi ventilimin mekanik. Nëse vjen deri tek anemia për shkak të gjakderdhjeve kemi transfuzionet. Dhe atë që na duhet mas shumëti, është që duhet kemi shumë kujdes dhe kemi të fokusuar në drejtim të menaxhimit të efekteve anësore toksike në mëlçit dhe në veshke. Pra do të me barnat tona të mos i dëmtojnë veshke dhe mëlçit. Duhet sa më shpejt të identifikohet pacienti me gjendje septike dhe kur të fokusohet të pacient të dini në deri 50% vatra gjendje septike është në mushkëri, deri në 30% është në tubin digestiv, deri në 10% është në tubin urogenital. Menjëherë në trajtim dhe menjëherë duhet të mirën masat, duhet të mirën kulturat, në të mënyrë të dokumentuar shkaktarët dhe trajtimi të jetë etiologjik dhe efikas. Shpesh ballafaqohemi me pyetjen e parë, a do të mbjetoj pacienti. Ka faktorë të cilët i dimë që na ndihmojnë neve si profesionistë që të japim vlerësimin që në fillim, pra lidhur me historinë apo me fatin e pacientit. Faktor predisponues për eceturi të keqe është neutropenia, është hipogamaglobulinemia, është diabeti, është alkoolizmi, pra ciroza etilike, është insuficienca e veshkeve, është insuficienca e mushkëllive. Nëse infeksioni veç prej fillimit fillon të ndërlikohet menjëherë, nëse ky infeksion paraqitet tek pacienti i cili ka qenë duke marrë kemioterapi ose antibiotik, pastaj niveli i bakteremisë në gjak, nëse burimi i infeksionit është në tubin digestiv, prognoza është më e keqe, edhe intervali kohor prej kur ka filluar infeksioni e derisa ka ardhur. Nëse ka zhvillim të vrullshëm, prognoza është shumë më e keqe, dhe njëkohësisht ato që përmendëm më herët, pra në ekstremet e moshave, vdekshmëria është më e madhe. Pra, qoftë të porsalindurit dhe të moshuarit. Terapia që përmendëm më herët është jo më tepër si takon segmentit e profesionistëve që mirë me këtë punë, por intenca është që të mbahet tensioni pulsi prej 80 deri në 110, që të mbahet tensioni mesatar mbi 60 dhe njëkohësisht të sigurohet saturimi me oksigjen mbi 70%. Ky është një pacient që ka ardhur nga Prizreni, është vendos kateteri, ky është ligamentum poparti, krejt nekroz. Pacienti ka vdekur për një kohë shkurtër jashtë renal në kundër pedale të infeksionit. Po ashtu kjo është një pacient nga Prizreni, ka qenë një tromboflebit, është trajtuar në Prizren 5 ditë. Ditën e 6 ka ardhur në emergjencë, kur e kam vizitu, dora më ka hyrë në lëkurë këtu, pra kjo masa e zezë ka dalë qelbi jashtë, dhe krejt ka qenë mbushur me qelb, për 4 orë ka vdekur në emergjencë. Ky është një pacient cirotik nga Ferizaj. Kjo është fenomeni që i quajmë fenomeni i qeratës, paraqitet tek infeksionet septike stafilokoksike, pra është i shkaktuar nga Staphylococcus aureus, edhe ky ka pasur ecuri fatkeqësisht fatale. I njëjti pacient, kjo është fenomeni i dorzës, pra shqipti krejt kjo është e shkolitne. Po, krejt kjo është e shkolitne, unë e kom këthi mrapa, kjo është dora ime.
krejt ftyra ka qenë e shkatrume, pra do të diskamume komplet. Kjo është një studente e cila ka pas miksom materiale, këto e ato shenjat gjakderit e Oslerit që përshkruhen. Ja, I shifni edhe në përdur në përgjishtërinje. Nuk I keni shansën me I pa shumë shpesh këto. Pra vatra ka qenë atriumin e majt, vajzën e kemi dërgu, atriumin e djathtë, në fali, vajzëja ka, kjo është e periuda diko 92-93, ka përfundu në Beograd, është bërë largimi I miksomës, sot është nane 3-4 veta në Gjermani. Kjo është një djalë nga Dragashi, është një seps tipike meningoksike me plazhat tipike që janë. Kjo është një vajzë nga komuna e Prizrenit, pra me linjën e demarkacionit të kampë dhe me kampët nekrotike dhe gishtat nekrotik do të shifni ma mira. Komplet falanzët distaleve që kanë shku. Ja, pra është masë nekrotike, nekroz e thatë. Në të shifni durët në kishtrinit. Kjo vajzë ka përfundu në Itali, janë ba amputimet dhe sot jeton mirë. Kjo është një kolege jona, një student e fakultetit mjekësisë seps meningoksike. Ja, këtu vendi ku kemi bërë punksionin në mbajnë pra me punksion me meningjit purulent. Këto është dita kur ka ardhur tek neve, ndërsa kjo është dita e 7 të smundjes. Atje lartë e pat nekrozën e thatë, këtu e keni nekrozën e langvet. Krejt këto dash mu largu, kjo ka përfundu në stamol dhe apo tirshi, apo transplanti i lëkurës komplet. Sot është mirë. Por këto format sepsi mund t'jenë edhe forma ma tjeta, që është ky rast për shembull, shifni. Pra gjakderit e imta dhe me një curi të mirë të sëmundjes. Për çdo ditë jemi të shpitarët e asaj që sëmundjet infektive janë bërë çdo ditë më problem. Aktualisht, sipas të dhanave të sotme, sëmundjet infektive janë problem global dhe zanë vendin e dytë si shkaktari vdekjes. Dikun rreth 12 milion vdekje ndodhin në vit si rezultati I infeksioneve, pra sëmundje infektive. 95% e këtyre paraqiten në vendet e pazhvilluara ose ato të cilët kanë një standard më të ulët të menaxhimit të sëmundjeve infektive. Për shkak se në këto vende mungojnë politikat e parandalimit, kontrollit, ose janë të dobta ose nuk ekzistojnë fare, ose nuk kanë mbështetje materiale nga ana e institucioneve që duhet të mirën me këtë punë. Zakonisht të këto vende, antibiotiket ikën pa ndonjë kontroll të mjaftuar dhe për këtë arsye na paraqitet rezistenca e shkaktarëve standard ndaj antibiotikëve. Kështu bie fjala. Vetëm gjatë 5 viteve të fundit në rang të Bashkisë Evropiane është dyfishuar numri I rasteve me bakteriet të cilat janë rezistente ndaj antibiotikëve standard. Dikun 25.000 vet infektohen me shkaktarë të cilët janë rezistent vetëm në Bashkinë Evropiane. Një parallogari që është bërë në Bashkinë Evropiane është se rezistenca ndaj antibiotikëve Bashkisë Evropiane sot I kushton 1.5 miliard euro. Pra vetëm trajtimi I këtyre të smurëve me këto bakterie të cilat janë rezistente. Flitet shumë për rezistencën ndaj antibiotikëve, por vërtet flitet, por flitet edhe me arsye, për shkak se rezistenca ndaj antibiotikëve e rrit sëmundshmërinë, e rrit vdekshmërinë, zot kohën e qëndrimit të pacientëve në spital dhe rrit kostën e trajtimit të tyre.
Ka shumë shkaktarë. Ka mjaft njerëz që hyjnë debatojnë në këtë nivel. Është mos harronisht një fenomen natyror e cila ndodh tek bakterit me qëllim të mbijetesës së tyre. Po pse paraqitet? Paraqitet kur kemi rritje të përdorimit të antibiotikëve, përdorim të parësyeshëm të tyre, dhe këta dy faktorë janë faktorët kyç të cilët e kushtëzojnë paraqitjen e rezistencës ndaj antibiotikut. Faktorë tjerë të cilët kontribuojnë në këtë është marrja e antibiotikëve pa recetë të mjekut. Si e kemi ne? 2. Mungesa e resurseve të kontrollit të infeksioneve në spital, po dhe njëkohësisht në komunitet. 3. Rritja e popullatës me moshë të shtyme përpara, tash jetëgjatësia të na është gjatë mjaft. Për këtë arsye, edhe mundësia e paraqitjes të infeksioneve sistemike, rezistente tek mosha e shtyrë është më e madhe. Pastaj faktor tjetër që ndikon është udhëtimet masive të njerëzve. Sot për shembull i kemi udhëtimet kadoqet. Jetojmë në periudhën e globalizimit, pra. Dhe njëkohësisht një fakt të cilën pak sot po e potencojnë në botë, dhe në veçanti në vendin tonë është përdorimi ose shpërdorimi më mirë të themi antibiotikëve në veterinë. Atë me shahajmë neve, ato bakteri janë të tyre, ato bakteri dalin janë në fushë, lëndoni ose infektohen në fushë. Pra dhe kjo është arsyeja një hall shumë të madhe me influencë shumë të madhe në paraqitjen e rezistencës ndaj antibiotikëve. Ju e dini që 20 vjet në Kosovë nuk përdoret receta. Përpara nuk kemi mundë me marrë pa recetë. 2. Mbikëqyrja laboratorike e rezistencës ndaj antibiotikëve në vendin tonë ende nuk është e standardizuar plotësisht. Për këtë, të dhënat tona nga Kosova janë pjesërisht të akseptueshme për tregun evropian. 2. Faktor tjetër ndikues është edhe mungesa e strategjisë dhe e planit veprues për rezistencën ndaj antibiotikëve. Deri më sot kjo nuk është aprovuar tek neve, hala nuk ka filluar të funksionojë, pritet që të fillojë dhe shpresojmë që do të kemi një menaxhim më të mirë të rezistencës. Në rend të parë duhet të bëjmë vendisimin e shtresave të gjera të popullatës lidhur me rëndësinë dhe problemin e rezistencës në antibiotikë. 2. Duhet të ndërmirën masa administrative nga personat vendimarrës në vend lidhur me dhënien ose mosdhënien e antibiotikëve dhe lejen e dhënies së antibiotikëve. Pra kjo duhet të jetë një strategji e menduar mirë dhe hartuar në nivel të vendit. Tjetër, duhet të bëhet përmirësimi dhe zgjerimi i sistemit të mbikëqyrjes së rezistencës antibiotike, si dhe menaxhimi i konsumimit të antibiotikëve qoftë në spital ose qoftë në komunitet. Pra në mjekësinë primare flas për komunitetin. Duhet të bëhet fuqizimi i masave të kontrollit për parandalimin e infeksioneve. Pra do thotë ne duhet të punojmë shumë në ambientet spitalore dhe në ambiente jashtë që të parandalojmë përhapjen e infeksioneve, pra do të pastrimi i durve, përdorimi i dorezave. Duhet të stimulojmë që në mënyrë shkencore të qasemi dhe të hulumtojmë rezistencën duke edukuar stafin mjekësor, pra në kuadër të programit të edukimit të vazhdueshëm profesional. Mos merrni antibiotik pa përshkrim nga ana e mjekut. Antibiotikët nuk kanë kurrfarë efekti të fljava, të ftofit, të virozave. Nëse keni nevojë për antibiotik, përdorni me përgjegjësi dhe me përkujdesje. Përmbajeni këshillave të mjekut lidhur me orarin dhe mënyrën e përdorimit të antibiotikut. Mos përdorni antibiotik që e keni mbajtur prej herës kalume dhe pyetni mjekun apo farmacistin për mënyrën e hudhjes së antibiotikut në ambientin jashtë. Pra, distribuimi i barnave të mbetura.
Përdorimi i probiotikëve dhe përdorimi i vitaminaterapisë dhe terapive të tjera mbështetëse është favorizues për ngritjen e përgjegjësisë imune, pra do thotë popullatën e bën më të rezistueshme ndaj infeksioneve eventuale. Shteti ynë duhet të fokusohet në sigurimin e barnave, në kontrollin e cilësisë aty në barnave që i sjell, në vaksinimin dhe në parandalimin adekuat të sëmundjeve të cilat janë vaksinë të prevenueshme me vaksinë, dhe njëkohësisht duhet të fokusohet në drejtim të ngritjes standardit të punës në spitalet rajonale dhe në qendrat klinike universitare.